Don Gjoni e shkriu Loredanën. Ja videoja që po ndez dyshimet për lidhjen. Një moment i vetëm ka mjaftuar për të ndezur sërish dyshimet mbi një marrëdhënie të mundshme mes reperit Don Gjoni dhe ish-banores së Big Brother VIP Albania Loredana Brati. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale, Loredana dëgjohet duke përdorur shprehjen boll mo, një frazë karakteristike e dialektit kosovar, që nuk i përket mënyrës së saj të zakonshme të folurit. Kjo ka bërë që ndjekësit të komentojnë menjëherë se ndikimi i Don Gjonit është më i madh se që dukej në fillim. Don Gjoni po e kosovarizon ngadalë, shkruajnë ndjekësit me humor, ndërsa të tjerë thonë se kjo është një shenjë e qartë se dyshja po kalon më shumë kohë së bashku se sa mendohej. Prej disa javësh, Loredana dhe Don Gjoni janë parë disa herë bashkë në ambiente publike dhe privat, duke ushqyer zërat për një romancë të re në horizont. Edhe pse asnjëri nuk ka reaguar zyrtarisht, gjestet, videot dhe tani, edhe shprehjet dialektore, po flasin më shumë se çdo konfirmim. Nga ana tjetër, Don Gjoni është i njohur për stilin e tij të veçantë të folurit dhe për përdorimin e dialektit kosovar, çka e bën këtë ndryshim te Loredana edhe më të dallueshëm. A është ky fillimi i një historie të re dashurie? Fansat kanë ndarë mendimet e tyre në komente dhe forume online. Disa shpresojnë për një çift të ri në showbizin shqiptar, ndërsa të tjerë e konsiderojnë këtë thjesht një miqësi me influencë të ndërsjellë. Për momentin gjithçka mbetet në nivel spekulimesh, por detajet po shtohen ditë pas dite, duke e bërë këtë raport ndër më të komentuarit aktualisht në rrjet.